Stërvitjet para kampionatit kombëtar vazhdojnë çdo ditë më të forta, përveç 3 ditëve të fundit që i bëjmë pak më relaks, që të kemi sa më shumë ndeshje të forta në kampionat. Konkurenca është e fortë. Ka ekipe që kanë akoma sportistë elitar. Tirana për shembull është konkurrentja më e fortë. Rivaliteti i fortë është se sportistët që i kanë marrë nga jashtë nuk bëjnë stërvitje këtu me ne. Stërviten jashtë shtetit. Të dy janë me medalje botërore, europiane, kështu që e vështirë sa dush. Të kesh mundësa për shembull që janë në nivelit botëror në palestër, normalisht që stërvitja është më e fortë, më e rregullt, më disiplinë. Kështu që edhe ekipi i Tiranës mendoj nga që kanë dy sportistë elitar në palestër, janë edhe pak më lart se ne. Ëndra e madhe si çdo sportist me kap medalje europiane, botërore. Inshallah edhe do të arrim. Po e vështirë është, po nuk patë stërvitje, disiplinë, ushqim, e vështirë është. Sportistat jashtë për shembull bëjnë 2-3 stërvitje në ditë, kurse ne duhet bëjmë punën, duhet bëjmë stërvitjen, duhet bëjmë shkollën, duhet i bëjmë të gjitha. Sportist që kam idhull është trajneri im Sinan Trimi, ka rezultate të mira, pavarësisht se ka qenë mundsi i kohëve të vjetra, po për mua është mundësi që ka rezultatet më të mira në Shqipëri.